Avokat, vetëm desha shkurt, njeriu që e vën zjarrin dhe zjarri e merr fushën ose malin, është i fundit që burgoset. Pra arsye se shteti, njerëzit merren me pasojat, mas pari me shu zjarrin. Përvoja e sidomos komuniteteve të vogla kanë, jo të ne, gjithkund në botë, siden e kanë trajtuar ose smundje që të poshtron, e poshtron komunitetin, njeriu, familjen e tjera. Pastaj e ka namin e keq. Dhe ajo që është më rëndësishme në këtë moment është si të komunikojmë me qytetarët të cilat janë në panik. Se njeriu i cili ka gënyer është i fundit me cilin do të merremi. Ajo që unë jam i informuar para se të vi në studio, një muaj ditë ose një muaj, njerëzit në Gjirokastër kanë filluar të friksohen. Dhe ju e dini që SIDA është ndoshta prej smundjeve që është specifike kur bartet virusi nga njeri të tjetrit. Dhe me qenë se është specifike, fakti që njerëzit frikohen e kanë kriju një farë, jo vetëm panik, por një gjë e cila nuk është e mirë për asnjë qytet, pra në këtë rast edhe për Gjirokastër. Ky poshtnim që i ka bëj njeri komunitetit përmes një akuze për një njeri, dhe më thënë, dënimin do e merr ma vonë me siguri. Dhe meriton, jo vetëm ai, po të gjitha mediat, të cilat pa filter e kanë ndërtuar rrëfimin dhe kanë shkaktuar panik. Tash, ju po flisni për njeriu dhe po flisni për profesionin e juaj. Por megjithatë, Gjirokastrit i duhet një komunikim i sinqert për këtë gjë. Se gjëja e parë të këto smundje është mosbesimi në deklarim. Kur deklarohet i Zoti punës thotë unë nuk jam i smurt. Kjo nuk mjafton. Se ka marrë dhenë gjithë rrëfimi. Është shumë e drejtë. Ju tash më tregoni tek e fundit ju jeni profesionist dhe merrni me njeriu, po kush merret me njerëzit dhe rrëfimin që ka ndërtuar komuniteti se janë nënshtruar një smundje të keqe çfarë është SIDA. Unë po flas smundje të keqe, pra arsye se kjo është smundje normale tash. Dhe smundje e sherushme, smundje që njerëzit trajtohen për arsye se e kurushme. E trajtueshme, po. E trajtueshme deri në pika ku mund mos të hyjmë të sqarojmë mjekësinë. Ajo që mund bën përshtypje që një deklarat e një njeriu që është akuzuar nuk mjafton. Atij duhet ndihmë edhe nga shteti, edhe nga po themi Ministria e Shëndetësisë, spitalet që ta tregojnë të vërtetën se çfarë po ndodh me komunitetin atje. Na nga një distancë mund ta merrim, mund të themi se kjo është një asgjë. Por realisht komuniteti dhe njeriu i cili s'ka informacion për këtë smundje, ai e tragjizon, e bën shumë të madhe dhe friksohet për shkak të padijes. Këtu janë probleme të cilat i zhdasht realisht që t'i kërkoj vetë kryetari i bashkisë në të gjitha institucionet dhe pastaj të merreni me njeriu dhe poshtërsinë e tij për deklaratën për të ashtë papërgjegjshme të poshtër, s'di, s'kam fjalë se 150 ose 15 ose 18 janë smur nga SIDA. A di çfarë do të thotë për një komunitet që nuk ka informacion të dur çfarë është kjo smundje? Se një komunitet të vogla një gjë e din. Kjo është smundje që të poshtnon. Kjo është smundje, prandaj kam përmend. Femra dhe burra. Po, kanë fuqimisht. Kanë gjithë llojin e smundjes. Çështje serioze sociale që pastaj bëhen politike edhe pastaj bëhen tragjike. Se tragjika është e fundit të kjo. Dhe rrëfimi yt për një njeri, me thonë drejtën, s'po më intereson fare. Sepse unë do ta shpjegoj edhe këtë dhe është Se e pyeta edhe unë. Jo,
se rrëfimi i yt për atë njeri gjëje mundësin që... Po pra të do bëj avokati s'bëndot më shumë... Në maksimumin Jo, e dënimit. do ta shpjegoj edhe këtë gjë. Në qoftë se ne jemi drejtuar me kallëzim penal prokurorisë, arsyeja ka qenë kjo që ju zoti Baton po konstatoni. Pra, që ne të dalim një konkluzion që këtu kemi një lajm të rrem apo jo, duhet më parë që të bëhet një analizë e punonjësve të bashkisë, cilët janë vetë ofruar. Edhe ditën javën që shkoi, pra ditën e premte, edhe ditën e sotme i është dërguar shkresë zyrtare Institutit të Shëndetit Publik, ku i kërkohet që gjithë punonjësit të kryejnë ekzaminimet përkatëse. Po njëkohësisht që prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër të dalin në një konkluzion që këtu kemi apo jo një lajm të rrem, duhet me patjetër të provojë që nuk është e vërtet ajo përmbajtje e lajmit, pra që kryetar bashkisë dhe punonjësit të mos jenë me këtë virus. Pra kjo është arsyeja sepse këtu do bëhet akt ekspertimi mjekoligjor. Avokat, ne i takojmë një gjenerate që e dim momentin kur është faq kjo smundje. Dhe për një kohë gjatë, analizat që janë bërë dhe pacientët të cilët kanë qenë të smur, kanë qenë të izoluar, pikërisht për shkak poshtnimit që komuniteti i ka bërë dhe poshtnimin e dytë e ka marrë pikërisht për këtë arsye, se kanë poshtnu mas pari familja, komuniteti e tjera. Dhe një komunitetet e vogla janë në fazën e viteve 70 kur është zbulu kjo smundje. Dhe nuk kanë ndryshu mentaliteti rreth kësaj. Prandaj thash smundje me nam të keq. Dhe bota vonë viteve 90 ka ndryshuar për këtë smundje. Prandaj Gjirokastra gjën e parë që duhet është të shërohet nga ky informacioni rrem, nga ky informacioni poshtur dhe nga një njeri kriminal. Ai kriminal i cili e ka dhënë deklaratën e tij. Avokat, pra ju... Atë kemi kërkuar edhe ne. Pra kemi kërkuar që të jetohet më parë bashkia dhe më pas të dalim në konkluzionin se ky person ka dhënë një informacion të saktë apo jo, sepse hetimi do fillojë te punonjësit e bashkisë, të cilët me të vërtetë ju thoni që është një informacion që edhe nuk duhet publikuar, por kur bëhet fjalë për një interes publik dhe një interes më të gjerë dhe për qytetarët cilët janë në panik, është vlerësuar që gjithë punonjësit bëjnë të analizë dhe mendoj që kjo është një veprim i drejtë nga punonjësit e bashkisë që e kanë marrë përsipër për ta kryer këtë gjë. Avokat, fjalën panik mund ta përdorësh, po për një vend qytetnum që ka një shkrimtar çfarë është Kadareja, me thonë që sida hap një smundje ose një fjali se dikush të shti smut nga sida dhe hap panik, është tur për neve, me të thonë drejtën. Nuk bëhet fjalë për një individ. Unë e di që ke drejt. Bëhet fjalë për një epidemi në një institucion. Kjo është ajo paniku. Dhe që është hapur pastaj në qytet. Avokat, unë falenderoj shumë. Po flet për një bordel, nuk po flet për një... Kur ne trajtojmë të gjithë, Kur thush që është hap në bashki, ti po flet për një bordel, nuk po flet për një institucion. Po flasin ata që kanë publikuar këtë gjë, pra kjo është ajo që...